Të dy amandamente me sa kanë qenë propozimi opozitës. Mesin e saj ka qenë edhe një amandament. Jo për ta bërë më të lavdishëm, po ka qenë një amandament i propozuar që me hynë ligj rregullimi i varrezave të kompleksit në Koshare. As kjo amandament nuk ka kalu. Pra, lëvizja vetëvendosje, as një amandament nuk ja ka kalu opozitës, të paktën për me kriju një farë fryme që ti me pas një momentum ku me kërku diçka për i tyne. Diçka i shofru. Pra, unë s'po du me thonë ato, se konjufësën e një mirë, edhe për mu kishtë me qenë krenari me ka në president, po për një me president, po so për djonin tone, edhe të realitetit hidhur, zotin konjufëca, ose zoti konjufëca, edhe si minister, edhe si kretori kuvendit, nuk ka autoritet me zgjedhë shoferin e vetë. Fatkeqësisht është e vërtet. Pajtohesh krenar me këtë? Të informacion se nuk i njoh. Se kush ja cënon këtë autoritet? Autoritet ka Unë konsideroj nëse ai po e fshon 300.000 vota dhe nuk e ka autoritetin me përzgjedh shoferin e vet, nuk është problemi tek të tjerë. Po tek ai. Unë këtë gjë nuk e besoj, prandaj po them që është çështje interpretimi dhe secili ka të drejtë interpretimin e tij. Unë e konsideroj. Sa më them herë, Dardan që ti respekton shumë, si mund ta respektosh pra një personalitet? Unë të rrova pse respektoj zotin Konjufëca dhe unë po flas për profilin